Pas bloku të lajmeve u kthyer në studio për të folur në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me politikën në Kosovë. Më saktësisht lidhja demokratike e Kosovës ka marrë ndjenjë ftesë nga lëvizja vetëvendosje sa i përket takimit në mes të këtyre dy partive për të folur në lidhje me konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Për këto dhe shumë çështje të tjera politike në vend, me mua në lidhje direkte do të flasim me Zenjullaj Jakupin, analist i cili do të na tregojë më hollësisht rreth pikpamjeve të tij sa i përket kësaj çështje. Zotri Jakupi, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Përshëndetje, faleminderit gjithashtu. Besoj se juve keni pa lajmet të dje sa i përket ftesës lidhjes demokratike të Kosovës që ju është bërë nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Si e shihni juve, a do të përgjigjet LDK-ja vetëvendosjes duke ditur se kanë pasur disa barriera në mes tash e sa kohë? Po, në përpjekjen e 11, domethënë nuk u arrit, PDK, LDK dhe lista serbe AK gjithashtu ishin kundër formimit të këtij komisioni, që do votohet në mënyrë të fshehtë, domethënë në seancën e fundit. Pra, u vërtetua edhe një herë se opozita janë kundër formimit të një komisioni të tillë, dhe pastaj erdhi edhe letra që vetëvendosja i dërgoi LDK-s. Domethënë mirë, po kjo letra tani po kritikohet sepse vërtet nuk është një mënyrë e drejtë e komunikimit sa i përket në politikë, siç e tha edhe një ish deputet i parlamentit në atë kohë të viteve 90, se vërtet rruga vetme është komunikimi drejt për drejt, sepse ne jemi njerëz dhe kjo mbi gjithë në kohët moderne, dhe siç e parasheh edhe teoritë e ndryshme të komunikimit, domethënë komunikimi si mësyrë në si do të qovë do të ishte më i suksesshëm dhe më serios, ndërsa me këto letrat, sikur siç po bën tani edhe në Kuvend, si një lloj cirku, nuk janë të mira dhe unë vërtet habitem sepse kemi një mori njerëzve të cilët ta themi kanë arritur majat e larta të shkollimit, marrjes së titujve deri tek doktor, profesor universitetesh, dhe nuk arrin që t'i bindin krejt e institucioneve që të ulin të bisedojnë. Ajo nuk është torë që të bisedohet, dhe kjo që ajo anomalia që po konstatohet, sepse domethënë në këtë si po bëhen tani blok, opozita domethënë të bëhen blok për një punë shumë të keqe, domethënë të bëhen blok që ti pengojnë krimin e institucioneve, për shembull të Kuvendit, pastaj qeverisë, dhe kjo nuk është vërtet një kulturë e mirë politike, e cila po u lën pastaj si plak të hapura jo vetëm kësaj politike, skenës politike, por edhe gjeneratat e ardhshme. Mirë, po qëndrimi i LDK-s deri tani çdo herë ka qenë kundër bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje. Ndërkaq në anën tjetër sot kryeministri Kurti teksa po qëndronte në Xhilan, tha se ka pasur përpjekje të vazhdueshme që të bashkëpunojë me opozitën, mirë po të merresh me opozitën është shumë vështirë, siç u shpreh ai. Po, shumë mirë e ka thënë kryeministri Kurti, mirë po vërtet është problem sepse asnjëra palë, sepse ne kishim edhe disa tentime për shembull që lëvizja vetëvendosje ju drejtua PDK-s, ato faktikisht ata edhe ky subjekt i madh shqiptar nuk pranoi, pastaj për s'dyti herë radhazi, por jo në mënyrën e duhur sipas mendimit tim, ju drejtohet për LDK-s dhe LDK-ja nuk po pranon. Tani i shohim edhe deklarimet e një pasnjëshme të udhëhecëve të Këshillit, domethënë të LDK-s. Problemi është sepse LDK-ja, t'ju them të vërtetën, nëse i përcjell vazhdimisht ngjarjet politike që nga viti 90, por edhe zhvillimet e fundit, dhe sipas tyre ka një teori që thuhet se dy palët kanë frikë. Për shembull, ta thonë fjalën e fundit, PDK ka frikë mos LDK po hyn në parlament dhe mundohet pastaj të shpik diçka që ta frenojë. Nga ana e saj LDK, në momentin LDK kur e kupton, siç ishte edhe rasti me Gani Geci, në momentin kur e kuptoi se diçka po ndodh, një afrim mes LDK-s dhe mes vetëvendosjes dhe PDK-s, atëherë
me njëherë lajmërohen në televizion, në prime time edhe pastaj kumtojnë pse, domethënë fillojnë kritikat, dhe secila është si një lloj teoria e burgët, domethënë secila palë ka frikë mos po hyn kjo në parlament, nganjëherë ke përshtypjen se dyja palët nuk janë për të bërë qeverinë, për të bërë koalicionin, por t'ju them të vërtetën për mos me bë gjëra, mos me ju mbajt shumë ligjërata të tëra, unë besoj që problemi thelbësor që njerëzit ose analistët ose shumica nuk e dinë ka të bëjë jo me Lumirin, as me Albin Kurtin, por ka gjëra të cilat të hapura që i kanë PDK dhe LDK. Gjëra të hapur të cilët nga prapaskena nuk lejojnë që të bëhet një koalicion, sepse i frikson pastaj pasojave, diçka ka aty që domethënë nuk i lën të afrohen. Përndryshe, se ti ju e shihni në Gjermani, domethënë nuk kanë ato llogaritë të hapura partitë politike ose përfaqësuesit e partive, prandaj nuk hezitojnë. Ndërsa këtu shihen, domethënë çdo njeri që pak nëse analizon situatën e sheh se dyja, si LDK si PDK vërtet këta janë të ngjizura mes vetes se kanë diçka sepse nuk guxon asnjëra palë, nuk e lë palën tjetër që të futet në koalicion. Dhe siç e dim, edhe në kohën kur u prish qeverisja Kurti 1, edhe aty domethënë u shkarkua Agim Veliu, si ishte ministër, dhe pastaj sepse në momentin kur shoshëriten gjërat, pastaj kanë njerëzit frikë sepse kanë një të kaluar me siguri jo të qarta, jo të pastër, se përndryshe pse të mos bëhet, sepse nëse keni vrejtë, shpesh e kam thënë se ndasit ideologjike vetëm kanë përfunduar, këtë e bën edhe universitetin në Londër, ku ka studiuar dhe ka mbrojtë doktoraturën Lumer Abdixhiku, dhe faktikisht dallimit ideologjik e gati se kanë marrë fund, sepse ta zëm edhe partia tani ose në 4 vitet e kaluara, e vetëvendosje, edhe pse kishte një ideologji të majt, nuk patjetër duhet i përshtate sistemit kapitalist në këtë aspekt që tregu i lirë pastaj ndërmarrjet, dhe ne peshomi se nuk ka faktikisht sërish jipen tenderet normal, në mënyra të rregullta, tendere, sepse pa këtë pjesë të ekonomisë nuk mund të zhvillohet një shoqëri, prandaj çështjet ideologjike po shfrytëzohen zakonisht nga njerëzit që nuk ja dojnë të mirën as Kosovës për poenat e tyre politike dhe nuk është e drejtë, se faktikisht duhet të jetë një pushtet të pakër që ti vonohemi shumë, zotri Jakupi, derisa po shkojmë deri tek pushteti 4 që të kontrollohen këto institucione, edhe a duhet shkohet deri te gjyqësori edhe të jepet fjala gjykatës kushtetuese të Kosovës që të vendoset çka do bëhet me kuvendin e Kosovës, meqense nuk po dihet se ku po shkojmë me këto pauzat çdo 2 ditë. Po, shiko, nëse krahasohet në Gjermani për shembull, vërtet mund të them edhe pse edhe në gjykatën kushtetuese ka disa ndikime, sepse për shembull edhe gjykata kushtetuese në Gjermani është e përbërë nga përfaqësues të ndryshëm të politikës dhe shpesh për shembull opozita ankohet kur një vendim dërgohet atje dhe pastaj merr vendim gjykata kushtetuese, instanca më e lartë, siç është tani në Kosovë, atëherë pala në atë aspektin e dëmtuar ankohet. Mirë, po të themi të drejtën, në Kosovë akoma as gjyqësia, pushteti, domethënë juridikativ, nuk është aq i fortë siç nuk janë edhe media, sepse ne peshomi këto konfliktuozitetin që po ndodh mes mediave dhe qeverive, gazetarët i sjellin domethënë kamerat edhe mikrofonat përpara i lëshojnë në tokë, pastaj kryeministri nuk jep deklaratë, vërtet kjo nuk ndodh as në vendet afrikane. Dhe pse çdo herë kryeministri i ka neglizhuar mediat, nuk ka dashur që të jep deklarata për ta, madje edhe për shumë televizione është deklaruar haptas që nuk deklarohet edhe nuk shkon që të bëjë intervista atje. Unë e kuptoj se shiko, ka nuk ka patur një strategji ta themi për 4 vitet, se siç e dini unë vazhdimisht e kam përkrahur qeverinë edhe kryeministrin Kurti, edhe se shumë gjëra kanë shkuar mirë, por sa i përket mediave nuk e di se vërtet çdo qeveri, institucione duhet t'i kenë zëdhënësit, public relations, zëdhënësit, një shtab të komunikimit për të komunikuar me gazetarët, për t'i bërë ato presse mape, si thënë në gjermanisht, broshurat që t'ja përgatis gazetarëve, t'i ftoj në koktejl, të bisedoj, dhe vazhdimisht çdo politikan e ka përgjegjësi të deklarohet për media, sepse nuk është ai në postin ministror
të kryeministit edhe presidentit e shtetit që të mos jap, se e ke obligim sepse pushteti 4 e ka përgjegjësinë që ti kontrolloj 3 sisteme tjera. Prandaj nuk e di kush e bën këtë strategji sepse nuk mund të thuash nuk kam kohë, mund ta dërgosh një zavancë sepse na peshomi edhe keni pa edhe ju sepse bëni mediat. Domethënë që vazhdimisht mediat kanë pasur mungesë gjatë nëse ndodh një ngjarje duhet të mirret një prononcim, atëherë nëse institucionet nuk ofrojnë, atëherë lindin edhe spekulime. Dhe këtu dikush e ka bërë një strategji shumë të gabueshme sepse nëse s'ke një bashkëpunim me mediat, atëherë faktikisht betejë është e humbur. Prandaj po them edhe te gjyqësori duhet të jetë tërësisht i pavarur, prokurorët, gjyqësia, duke filluar nga instanca më e lartë, nga gjykata kushtetuese, në mënyrë që të ngjallë dhe të afrohet besimi merituar që duhet sistemet të jenë të ndara. Është një teori sociologjike që thotë sistemet janë të ndara, mirë po dhe të hapën, gjysmë të hapura, do me thonë të ndarura që ne nga sistemet tjera nuk guxojmë të përzihen brenda autonomisë së tyre, ndërsa ata janë të obligueshëm që ta lidhin përmes kooperimit, komunikimit, lidhjen me sisteme tjera, për shembull sistemi gjyqësor. Jakupi ishin pikërisht këto media të cilat ja dhanë hapësirën zotri Kurti të bëjë honën e tij edhe të vijë në pushtet, sepse fal tyre edhe pasqyrimit të punës që bënte zotri Kurti, ai erdhi këtu që erdhi. Jo, okay, s'mund të thuhet që mediat ndoshta e kanë sjellë në pushtet sepse çdo pamje që në kohën kur ishte protestat e mëdha në atë kohë, në 2019-18, sepse vërtet punët shkonin keq, mirë po, shiko, mund ta them se vetëm Albin Kurti, vetëm një kryeminist, vetëm një presidente, ajo mund të di gjitha çështjet, është eksperte në një fushë, mirë po, te çështja mediave, unë vazhdimisht që 4 vite jam habitur, si është e mundur që të mos ketë një komunikim. Faktikisht shikon, nëse lind një problem, nëse ke një skandal të zëmë, si pas rregullave të public relation, ke një skandal, atëherë nuk po thot askush që ta mohosh, mirë po duhet të sqarohet, sepse çdo ngjarje, nëse nuk sqarohet, lind pastaj dyshimi, sepse njerëzit do të thonë pse nuk po deklarohet, me siguri ka diçka që po fshihet. Prandaj edhe këtu sa i përket se ne në përgjithësi se unë nga Gjermania, po them këtu ka një kulturë tjetër të komunikimit, por si të bëhet që edhe në Kosovë partitë politike të komunikojnë. Si thash, Lumir Abdigjiku i plotson edhe ta nxjerrë kandidat tjerë, po vazhdimisht edhe pse s'jam LDK ose nuk jam në asnjë parti, por po them për nga ona e shkollimit, të komunikimit, çdo gjë është në rregull, po pse nuk afrohet Lumir Abdigjiku, sepse me siguri ka figura të shquara, figura të forta më prapasken që nuk e lejojnë një skandal sepse një koalicion, sepse në bërjen e koalicionit mes dyja partive, atëherë mund të lindin çështjet korrupsionit, tenderet e kalueshme, hajnia, pastaj shumë ngjarje kriminale kanë ndodhur të kaluarën që shteti ligjor dëshiron që t'i sqaroj. Prandaj, kur bëhen dy hajna bashkë, kanë mundësi që gjërat, më falë që përdori këtë, për ndryshe nuk mund t'i thuhet. Atëherë dy palët pse rrin bashkë. Do më thënë, nuk është çështje këtu se Shteti i Bashkuar të Amerikës, se shiko tani në këtë koalicionin edhe Vetëvendosja, Guxo dhe Alternativa, është një përzierje e ideologjive të zëm kapitaliste, majtiste, progresiste, socialdemokrate. Faktikisht as Shteti i Bashkuar të Amerikës nuk mund të kenë më një kundërshtim sa i përket çështjes ideologjike, sepse po dihet që ne jemi një shtet demokratik, shtet kapitalist, me një tregti të lirë, domethënë biznesi, pse të pengohet një person nëse i kundërshton politikat amerikane. Por Albin Kurti në këtë aspekt nuk i ka kundërshtuar, ndoshta në atë kohë akoma parë në pushtet që ishte kundër privatizimit të postës. Dhe nëse ktheheni në shekujt amerikan, Amerika nuk i don vërtet njerëzit që ndërmarrjet private i bëjnë shtetërore. Në moment atëherë mund të ndërhyjë edhe shërbimi sekret që ta rrëzojnë nga pushteti personin e saktuar, mirë po në kohën e fundit e pishojnë ndërmarrjet, po fitojnë në tender edhe firma që deri tani nuk kanë qenë të njohura dhe kjo është e mirë që ta ndajnë tortën. Disa prej tyre që ishin vetëm me 2 punëtor që ishte fundi që kishte të bënte me lidhur me energjinë elektrike. A dalën goxha shumë. Po e nderuar, unë e di e kam përcjellë që kur u themeluan institucionet e para në Republikën e Kosovës, ambasadat në Perëndim, dhe atëherë njerëzit nuk kishin përvojë. Mirë po filluan, domethënë
njerëzit që i fituan atë kohë poste, disa me merite, disa pa merita, mbas 10 viteve bënë përvojë dhe pastaj tani kur konkurrent dikush i ri pa përvojë, ata do të thonë ata ti nuk mund të konkurrosh sepse duhet t'i kesh 10 vite. Por ta mendojnë edhe ata se edhe ata dikur nuk kishin përvojë, por shteti ja mundsoi që të bëjnë pjesë e kuadrave të ndryshme. Sigurisht, po neve besoj që të kemi shumë shpejt institucionet vendit dhe t'i kalojmë të gjitha këto kriza, duke ditur që gjendja në Kosovë nuk është as pak e mirë ekonomike, sidomos me këto rritjet e çmimeve, me qenë se po dalin goxha shumë reagime sa i përket edhe qytetarëve, po edhe bizneseve të cilat së fundit reaguan se do të përballen edhe me humbjen e bizneseve të tyre. Po ashtu kemi probleme edhe nga arena ndërkombëtare që ne duhet kemi një zot shtëpie që të përballemi me të gjitha këto probleme. Po shiko, edhe në Gjermani tash që sot tani para se me u kyç këtu, domethënë Merz nuk po i fiton kandidati Friedrich Merz nuk po i fiton votat. Para mendo kanë bërë, janë ulë në tavolinë, kanë biseduar, jo duke i dërguar letra, sepse kjo është absurde, është diçka e prapambetur e para 100 vite, ndoshta kanë dërguar letra. Nëse sot i gjithë tana mundësitë dhe një politikan duhet të bisedoj. Dhe t'ju tregoj një përvojë nga Gjermania. Ata janë bashkuar, janë tubuar, kanë biseduar, kanë krijuar, domethënë, koalicionet dhe shkojnë për ta marrë miratimin nga Bundestagu, nga Kuvendi dhe nuk e merr, domethënë edhe pse i patën gjitha votat, sepse faktikisht koalicioni nuk mund të bëhet pa i patër votat. Ata i kishin të 323, domethënë me 316 kalon, dhe sërish domethënë dështon. Kjo është një dyja vendet për i përcjell një fat i keq, se edhe Gjermania faktikisht ndoshta edhe Merz mund ta ketë dëmtuar imazhin e tij sepse vazhdimisht ka kundërshtuar administratën amerikane Donald Trump, dhe në asnjë moment nuk ka pushuar, edhe pse SPD-s nuk ju ka nxënë ta themi për të madhe, dhe vërtet kjo e ka dëmtuar ndoshta një dorë fijet e padukshme, ndoshta luajnë ato i bëjnë hipotezet e tyre, prandaj vërtet çdo politikan duhet të ketë kujdes në prononcime. Sigur unë si analist ose ju si gazetar vërtet, sepse fjala e peshës, siç thuhet, thënë eshtra, duhet vërtet të kemi. Ka nganjëherë që edhe nëse nuk deklarohemi, ne flasim përmes sjelljes, mes rreshtave, dhe një politikan, ndoshta mu si analist më lejohet ta kritikoj Donald Trump, por nëse ti zgjidhesh si kancelar, vërtet duhet mendohet, pavarësisht që pe dim që Donald Trump po bën disa lëvizje, pe bën Rusin si arminke e përbetuar e perëndimit, që ka qëllim ta zhbëj perëndimin, ta zhbëj NATO-n, po i afrohet, por ndoshta ka strategji të cilat i ka menduar administrata Trump, sepse pas një administrate ose mesin e saj nuk ka vetëm një Donald Trump që e bën politikën, që e bën shërbime sekret ose gjëra tjera diplomatike. Sigurisht, zotri Jakupi, unë falenderoj shumë që edhe këtë herë gjejtë e kohë që t'jesh pjesë e Infodes. Falenderoj për gjitha këto mendime dhe pikpamje të cilat ju dhajtë sa përket gjendjes ekonomike në Kosovë, duke krahasuar gjithmonë me vendin ku ju jetoni, shpresojmë që të marrim më të mirat nga atje. Faleminderit gjithashtu, kalofshi mirë. E ne vetë ndëruar shikues, do të vazhdojmë rrjedhën e emisionit të flasim përsëri për gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, po ashtu edhe gjendjen që ka të bëjë me gjyqësorin në Kosovë, ku me mua në studio do të jetë Fitim Klinaku, avokat, i cili do të na njoftoj më shumë nga ana gjyqësore se sa po respektohen afatet kushtetuese sa i përket formimit të vendit dhe po ashtu edhe për çështjet e tjera që kanë të bëjnë me gjyqësorin në vend. Për më shumë, rrini të qëndroni me neve.